Shikues nderuar, ju përshëndes, jemi së bashku me disa lajme të cilat lidhen me aktualitetin në Kosovë dhe në Serbi. Analisti politik Batu Naxhiu tha se politika kosovare është sot një arenë ku egoja, frika dhe papërgjegjësia janë bërë aleat të Serbisë dhe të çdo faktori ndërkombëtar që dëshiron një Kosovë të pafuqishme. Sipas tij, tre subjekte kryesore po luajnë një lojë cinike të turpshme dhe jashtëzakonisht të rrezikshme. Ai shkruan se asnjëri prej tyre nuk po mendon për interesin e Kosovës, asnjëri prej tyre nuk po sheh realitetin ndërkombëtar, dhe çfarë është më tragjike, të gjithë po sillen sikur kanë luksin ta trajtojnë Kosovën si fushë eksperimenti për ambicjet e tyre të dështuara. Lumir Abdigjiku kërkon postin e kryeministrit në një qeveri të re, por me çfarë të drejtë? Me 20 deputet, ai nuk ka fuqi as të bëjë presion real politik, as të ofrojë një zgjidhje, thot Haxhiu në një shkrim autor, duke shtuar se nga ana tjetër Fatmir Limaj ka vetëm 3 deputet dhe e di që nëse shkohet në zgjedhje, partia e tij nuk do ta kalojë pragun zgjedhor. Atëherë çfarë bën? Kapet si mbytur i pas një fije kashte dhe i ofrohet lëvizje së vetvendosje, jo se besonte ajo, po se përpiqet të mbijetoj politikisht, ka theksuar analisti i njohur. Haxhiu gjithashtu pranon se lëvizja vetvendosje dhe Albin Kurti janë fitues të zgjedhjeve, por nuk kanë shumicën për të qeverisur. LVV akuzon opozitën për sabotim, por në të njëjtën kohë ajo i trajton ata si armiq që nuk duhet jenë kurrë pjesë e qeverisë. Albin Kurti nuk do të krijojë një shumicë të re, por do që kriza të thellohet që pastaj të viktimizohet, ka thënë Haxhiu, duke shtuar se presidenti amerikan Donald Trump nuk do të sillet me të siç sillej Joe Biden. Trump me siguri nuk do të ulet për dëgjuar justifikime, por do të sjellë para Albin Kurtit një marrëveshje të gatshme, ka potencuar analisti i njohur politik.